Argumenti politik është që ne kemi votuar deri tani 23 ligje në Parlamentin Shqiptar dhe opozita nuk ka votuar asnjë prej tyre dhe këto janë 23 ligje që kanë lidhje me procesin e përafrimit për Bashkimin Evropian. Kjo është elementi që ne duhet diskutojmë edhe që është një gjë e çuditshme edhe që nuk bën asnjë parlament. Se kur vjen fjala për integrimin e Shqipërisë, integrimin duhet ta kërkojnë opozitarët sa edhe maggjoranca. Se kjo është logjika e të bërit të Shqipërisë. Nuk është logjika që hajde se po shajmë Shqipërinë se është procesi i integrimit dhe t'i heqim Ramës neve kartën e fitores se erdhi dhe i fitoi mandatin e 4 me Bashkimin Evropian. Jo, fitoi me krimin organizuar, me bandat edhe me hajdutët edhe me kriminalët i risë. Se ti nuk pret nga njerëzit që ke në krah, që kur vjen puna për të thënë që duhet kaloj apo jo procesin Shqipëria, ke njerëz që artikulojnë që jo, Shqipëria nuk e meriton që ta kaloj këtë proces. Do me thënë, ky në fakt është thelbi edhe kjo është gjëja që duhet ta themi. 23 ligje që kanë lidhje me përafrimin e Bashkimit Evropian nuk janë votuar nga opozita. Kjo është e vërtetë si drita e diellit, se janë të shkruara gjërat aty, janë i ke të gjitha. Edhe elementi tjetër që ka lidhje me përjashtimin e njerëzve që janë nga opozita, që përjashtojnë nga seancat parlamentare. Me thënë, e di kush do ishte problem për mua, Fevzi? Problem do ishte në qoftë se ti te i kalon rregulloren. Rregulloret janë bërë edhe nga maggjoranca, edhe nga opozita. Dhe rregulloret janë aty për t'u zbatuar. Në momentin që ti zbaton rregulloren, ti po i ndalon frymën opozitës. Po si e bën ti në momentin që një njeri vjen dhe të kërcënon ty me vdekje? Dhe vjen të thotë që do të rrjep të gjallë. Çfarë thua ti? Po mirë, unë tani po them, ka një rregullore për këtë gjë, ka një rregullore dhe kjo rregullore zbatohet. Tani këtu është një problem shumë i madh që zbatohet kjo rregulloria. Se kjo është gjithë elementi që po flasim. Do me thënë, ti mos e përdor këtë lloj gjuhë, bëj debatin tënd parlamentar, vazhdo, nuk të përjashton njëri nga seanca. Nuk të përjashton. Dhe elementi tjetër i fundit që ka lidhje me protestën, sa dhe këtë duhet ta themi, nuk ka njëri problem kur ti dëmton dritaret e kryeministrisë, edhe muret e kryeministrisë. Problemi që ndronte, kur ti shkon edhe qëllon atje Molotov në një vilë që ndodhen 12 njerëz. Ti nuk mund të sulmosh njerëzit, edhe kjo nuk është standard demokracie. Nuk i vjen njeriu keq as për vilat, edhe as për ato ndërtesat. Do të protestoj opozita, le të protestoj. Kjo do me thënë që jep të drejtën që të sulmoj njerëzit. Kjo është një diferencë jashtëzakonisht shumë e madhe. Jashtëzakonisht. E thënë nga forca politike që ka shënë me armë parlament. Ka dash të vrasi deputet e opozitës dhe të Partisë Demokratike. Tani pse është mashtrime ajo që sapo tha? Skandali më i madh tu po ndodh me procesin e integrimit. Tash të dalit flasë një deputet që ka votuar pro ruajtjes imunitetit Ballukut kur të ka ardhur Bashkimi Evropian, Brukseli këtu, s'kam votuar, s'kam qenë në parlament. Prap nuk di. Kur ka ardhur Brukseli këtu mes Tiranës dhe ka thënë, ky është test kritik për integrimin e Shqipërisë në BE dhe të mbaj moral, kjo është gjë më amorale që mund të bëjë. Tani për çështjen e integrimit evropian, për atë çështje po them. Tani po të marr vetëm reagimin e fundit, ligjin e kaluar, javën e kaluar, u kalua një ligj në parlament për porte turistike. Nën petkun e parafrimit dhe direktivave të BE-s, ishte një mashtrim i radhës, e futën me urgjencë në parlament dhe zonja Luarasi nuk e dia ka qenë në kuvend javën e kaluar, zbashku me mazhorancën e votuan. Çfarë ka ndodhur? Po të lexoj deklaratën një paragraf të delegacionit të BE-s pas miratimit të ligjit. Reagimi delegacionit BE-s për ligjin për portet turistike të miratuar në seancën e datës 9 prill. Çfarë thotë reagimi? Ne jemi ndjenisë se parlamenti miratoi ndryshime në ligjin filan. Ndryshime do duhet vlerësoheshin nga afër nga shërbimet tona, veçanërisht në fushën prokurimit publik dhe përputhshmërinë e tyre me legjislacionin e BE-s, i cili kërkon procedura transparente dhe konkurruese për dhënien e koncesioneve për fshirë dhe portet. Gjithashtu kuptojmë se teksti i ri, ligji i ri, përfshin dispozitat pranishme në ligjin për investitorët strategjik. Ky është një ligj që Shqipëria pritet ta shfuqizojë si pjesë e hapave të agjendës reformave dhe në kuadër të kusheve përmbyllëse për kapitullin 27. Shqipëria duhet të përmbahet nga çdo hap që bie ndesh me këto angazhime. Pra, edhe këto ligje që këto vinë dhe i sjellin
nën petkun e kërkesave dhe direktivave të BE-s, të del delegacioni i BE-s në Tiranë me deklaratë publike zyrtare dhe thot nuk ka lidhje madje të përmbahet qeveria shqiptare dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Për herë të parë, jo, nuk të ndërpreva çfarë. Për herë të parë, qeveria shqiptare po fshe VKM-t që kanë të bëjnë me pozicionin negociues të Shqipërisë në raport me Komisionin Evropian dhe deputetët, jo qytetarët, jo më. Po deputetët e Kuvendit Shqipërisë, opozita PD-ja, ne kemi zero informacion çfarë ndodh me situatën në raport me Komisionin Evropian dhe për herë të parë po vonohet raporti i Barit, se ky është problemi që këto kanë. Edhe janë shtuar kushtet, edhe janë shtuar dhe janë zgjatur të gjitha procedurat. Po, pra ta mbaroj që të flasësh, duhet gjithë elementi që thot zoti Kolliçi është absolutisht një gënjeshtër, se unë po i referohem 23 ligjeve. Ore dhe të më dali dhe të më thot, unë nuk po flasë për sa po ta jap, ja ku e ke për temën e ditës djeshme. Parlamenti, tani ta mbaroj, parlamenti nuk miraton vetëm ligje për afrimi, parlamenti miraton ligje. Unë po të citova 23 ligje që kanë lidhje me për afrimin dhe që opozita nuk i ka votuar. Po je kontradiktore dhe në ato që thua. Kjo është e rëndësishme. E para, e dyta, pse gënjen Belindi, sepse opozita është e pranishme në për komisione, ku ka tabela për afrimi dhe janë të detyrueshme tabelat e për afrimit, se ku janë pjesët dhe nuk kalon asnjë prej këtyre ligjeve, nëse nuk diskutohet me Brukselin, jo vetëm komisione, nëse nuk diskutohet me Brukselin. Pra janë 23 ligje të miratuara nga punëtoria në Bruksel. Spotet publicitare rikthehemi te historia e doktor Nishant Taneas, i cili mbriti Shqipëri 17 vjet më parë si turist dhe sot ka kryer 50.000 operacione. Është një rrëfim shumë interesant. Menjëherë, po.